Selamun alaikum. O, selam size. Şu şiye. Çaj ki hallet? Na erdhëm ta sollëm do mish kurbani, pe Bashkia Islame e Republikës së Kosovës për me shoqatës Bereqeti, besimtarët të cilët i kanë bu pagesat në Këshillin e Bashkisë Islame, emanetin e tyre na u asollëm juve deri këto. Faleminderit. Zoti Bereqet, Zoti Sevok, Sadok. Amin. Neve si degë Bereqetit në Lipjan pranuam 5 ton mish kurbani, të cilët mish kurbani do e shpërndajmë tek besimtarët tanë, nevojtarë dhe njerëzit që kanë kontribuar në këtë mish, duke thirrë kurbanet e tyre. Lutim Zotin fillimisht që të gjithë ata besimtarë, të cilët kanë bërë sakrificën e tyre për hatrin e Zotit tek institucioni jon fetar, Bashkia Islame e Republikës Kosovës, Zoti t'u shpërblej dhe t'u pranoj. Më pastaj neve si koordinator i shoqatës Bereqetit në Lipjan do e bëjmë shpërndarjen përmes imamëve tanë të nderuar tek xhamatet e tyre, xhamatlitë e tyre. Gjithashtu në mesin e këtyre shpërndarjes kemi njerëz të cilët janë nevojtarë, njerëz të cilët janë me asistencë sociale dhe do të mundohemi të përfshijmë të gjithë. Unë si imam i xhamisë së fshatit Podorafs pranova amanetin nga dega shoqatës Bereqetit në Lipjan dhe sot me lejen e Zotit këto pako do të shkojnë tek familjet të cilët kanë nevojë për këtë mish të kurbanit. Na mishin që e ka shkipe morëm sot, Zoti ka bëllja baft, me xhallarë dhe me kajre. Faleminderit shumë.